Kapitulli 2. Tre breza të historisë së përbashkët familjare. Trupi i familjes. Shpesh, ndjehem sikur jam në ndikimin e pyetjeve apo çështjeve të papërfunduara që kanë mbetur pezull, të paplota dhe pa përgjigje nga prindrit, gjyshrit apo dhe paraardhësit e mi më të largët. Është sikur brenda një familjeje të ekzistojë një lloj karma jo personale, e cila përcillet dhe transmetohet nga një brez tek tjetri. Shumë herë kam ndjerë se ishte detyra ime t'i plotësoja, ose ndoshta t'i vazhdoja ato gjëra që brezat para meje nuk patën mundësi t'i përfundonin. Carl Jung. Kujtimet, ëndrat, refleksionet. Historia që ndani me familjen tuaj nuk fillon ditën që jeni konceptuar apo që keni lindur. Ajo fillon shumë kohë më parë. Ka rrënjë shumë më të thella. Rrënjë të cilat lidhen me trupin dhe përjetimet e paraardhësve tuaj. Historia juaj fillon që në formën tuaj më të hershme biologjike. Si një vezë e pa fertilizuar, ju tashmë ndanit një midis të përbashkët qelizor me nënën dhe me gjyshen tuaj. Kjo do të thotë se kur gjyshja juaj ishte shtatzën në muajin e 5 me nënën tuaj, qeliza pararendëse e vezës nga e cila do të krijoheshit ju, tashmë ekzistonte në vezoret e nënës suaj. Pra, shumë më përpara se të linit, brenda trupit të gjyshes tuaj ishin njëkohësisht të pranishëm tre breza: gjyshja, nëna dhe gjurmët e juaja më të hershme. Në një kuptim të thellë biologjik, ju nuk keni qenë kur plotësisht të ndara nga to. Ju, nëna juaj dhe gjyshja juaj keni ndarë të njëjtin trup dhe të njëjtin mjedis biologjik. Keni mbartur qysh në fillim, jo vetëm gjurmët biologjike, por edhe ndikimin e historive, përjetimeve dhe ndjenjave të tyre. Ky fakt i lartë biologjik na kujton se lidhja me familjen është më e fortë dhe më e hershme se sa mund ta imagjinojmë. Ky nuk është një fakt i ri. Në fakt, tekstet e embriologjisë e kanë përshkruar këtë realitet për më shumë se një shekull. Fillimi juaj mund të gjurmohet në mënyrë të ngjashme edhe në lidhjen tuaj atërore. Qelizat pararendëse të spermës, nga të cilat më vonë do të krijoheshit ju, kanë qenë të pranishme tek babai juaj që kur ai ishte ende fetus në barkun e nënës së tij. Kjo do të thotë se ashtu siç keni qenë të pranishëm në trupin e gjyshes tuaj përmes vezëve të nënës, ju gjithashtu keni qenë të lidhur edhe përmes lidhjes së babait tuaj. Shkenca moderne, përmes studimeve të Rachel Yehuda dhe të tjerëve, po na mësonte të përcaktojmë se si mjetet biologjike të traumave që kanë përjetuar gjyshrit mund të transmetohen me pasoja të gjëra dhe mund të përcillen deri tek gjeneratat pasuese, duke ndikuar jo vetëm në trupin ton, por edhe në mënyrën se si përballemi me jetën. Këto mbetje biologjike të traumës nuk janë thjesht histori të së kaluarës. Ato mund të jetojnë brenda nesh si ndjenja, duke sjellë pasoja të gjëra si stres, frikë apo vështirësi që shpesh nuk e dim se nga na vijnë. Megjithatë, ekziston një dallim i rëndësishëm biologjik midis evolucionit të vezëve dhe të spermës. Ndërsa nëna juaj lindi me të gjitha vezët që do të ketë për gjithë jetën, sperma e babait tuaj filloi të prodhohej kur ai arriti pubertetin edhe vazhdoi të rinovohej gjatë gjithë adoleshencës dhe moshës së tij të rritur. Kjo do të thotë se sperma e tij, deri në momentin kur ju u ngjizët, mbeti e hapur dhe e ndjeshme ndaj çdo përvoje të tij, përfshirë edhe ato traumatike. Pasi qelizat e vezës së nënës suaj u formua në barkun e gjyshes, ajo linjë qelizore
pushoj së ndari. Kështu, 12 deri në 40 apo më shumë vjet më vonë, një nga ato vezët e fekonduara nga sperma e babait tuaj u zhvillua përfundimisht në atë që jeni sot. Në të dyja rastet, si tek qelizat pararenjse të vezëve, ashtu edhe tek spermatozoidët, shkenca sot na tregon se ato mund të mbajnë gjurmë nga ngjarje traumatike me potencialin për të ndikuar gjeneratat e ardhshme. Për shkak se sperma e babait tuaj vazhdon të zhvillohet gjatë adoleshencës dhe moshës madhore të tij, gjatë gjithë kësaj periudhe, ajo mbetet e ndjeshme ndaj ndikimeve dhe gjurmëve traumatike, pothuajse deri në momentin e ngjizjes suaj. Kjo është arsyeja sepse ne shpesh ndjejmë gjëra që nuk lidhen drejt për drejt me përvojën tonë personale. Implikimet e këtij fakti janë jashtëzakonisht të mëdha. Edhe kërkimet në zhvillim na ndihmojnë që të kuptojmë gjithnjë dhe më shumë këtë trashëgimi biologjike dhe emocionale. Biologjia qelizore. Shkencëtarët fillimisht besonin se gjenet e prindërve tanë përbënin planin mbi të cilin do të zhvilloheshim, dhe se vetëm me kushtet e duhura të ushqyerjes dhe të udhëzimeve biologjike, ky zhvillim do të ndodhte pa pengesa. Sot e dim se kjo nuk është e gjitha. E dim se ky plan gjenetik është vetëm pika e fillimit. Që nga momentet e para të konceptimit, ndikimet nga mjedisi fillojnë të ndikojnë në mënyrën se si ky plan zbatohet. Këto ndikime, ushqimi, stresi, marrëdhëniet, madje edhe përjetimet emocionale të prindërve tanë, na formojnë jo vetëm biologjikisht, por edhe emocionalisht dhe psikologjikisht. Dhe ky proces nuk ndalet në lindje. Ai vazhdon gjatë gjithë jetës sonë. Biologu pioner i qelizave, Bruce Lipton, tregon se ADN-ja jonë mund të ndikohet nga mendimet, besimet dhe emocionet, qoftë ato negative apo pozitive. Dr. Lipton kaloi dekada si profesor në shkollën mjekësore dhe si shkencëtar kërkimor, duke studiuar mekanizmat me të cilat qelizat marrin dhe përpunojnë informacionin. Si studiues në Universitetin e Stanfordit nga viti 1987 deri në vitin 1992, ai demonstroi se sinjalet nga mjedisi mund të veprojnë përmes membranës qelizore, duke kontrolluar sjelljen dhe fiziologjinë e qelizës. Nga ana tjetër, mund të aktivizojë ose të heshtë një gjen. Idetë dhe zbulimet e tij, të cilat dikur konsideroheshin të diskutueshme, që nga ajo kohë janë pranuar dhe tashmë janë vërtetuar nga shumë studiues. Si rezultat i punës së tij, si me qelizat e kafshëve, ashtu dhe me ato njerëzore, ne kemi fituar një dritare të re kuptimi mbi mënyrën se si kujtesa qelizore mund të transferohet në mitër nga një nën tek fëmia e saj i palindur. Sipas Lipton, emocionet e nënës, si frika, zemërimi, dashuria apo shpresa, mund të ndikojnë drejt për drejt në shprehjen gjenetike të pasardhësve të saj. Gjatë shtatzanisë, lëndët ushqyese që qarkullojnë në gjakun e nënës ushqejnë fetusin përmes placentës. Por, bashkë me këto lëndë ushqyese, transmetohen edhe hormone dhe sinjale biokimike, të cilat gjenerohen nga emocionet që përjeton nëna. Këto sinjale kimike aktivizojnë proteinat të veçanta në sipërfaqen e qelizave, dhe kështu shkaktojnë një kaskadë ndryshimesh fiziologjike, metabolike dhe të sjelljes. Dhe kjo ndodh jo vetëm në trupin e nënës, por
edhe tek fetusi që po zhvillohet. Emocionet kronike ose të përsëritura gjatë shtatzanisë së nënës, si zemërimi apo frika, mund të nguliten tek fëmia gjatë zhvillimit të tij në mitër, duke e paraprogramuar mënyrën se si ai do të përshtatet me mjedisin e tij. Dr. Lipton shpjegon: kur hormonet e stresit kalojnë placentën, ato bëjnë që enët e gjakut të fetusit të ngushtohen më shumë në organet e brendshme, duke dërguar më shumë gjak drejt periferisë së trupit. Kjo e përgatit fetusin për një reagim të tipit lufto ose ik. Në këtë kuptim, një fëmijë gjatë periudhës që është brenda mitrës, zhvillohet në një mjedis të ngarkuar me stres, ka më shumë gjasa që të bëhet reaktiv ndaj situatave të ngjashme stresuese edhe më vonë në jetën e tij. Tani ekzistojnë një sër studimesh që tregojnë se stresi i një nëne shtatzan, madje edhe që në 3 mujorën e parë, mund të ndikojë ndjeshëm tek fëmia e saj. Një prej këtyre studimeve, i botuar në vitin 2010 në revistën Biologjia Psikiatrike, shqyrtoi lidhjen mes stresit prenatal dhe efektit të tij në zhvillimin neurologjik të foshnjave. Studiuesit matën nivelin e kortizolit, hormonit që rregullon reagimin ndaj stresit. Këtë matje e bën në lëngun amniotik të 125 nënave shtatzan për të përcaktuar efektet e tij mbi zhvillimin e fëmijës. Rezultatet treguan se foshnjat e ekspozuara ndaj niveleve të larta të kortizolit në mitër, që në javën e 17 pas konceptimit, shfaqën një zhvillim njohës të dëmtuar, ku u vlerësuan në moshën 17 muajshe. Ky zbulim përforcon idenë se përvoja emocionale e nënës gjatë shtatzanisë nuk ndikon vetëm tek shëndeti i saj, por edhe në zhvillimin e hershëm të trurit dhe të sistemit nervor të foshnjës. Në librin e tij, Kujdesi për fëmijën e palindur, një program 9 mujor për qetësim, duke stimuluar dhe komunikuar me fëmijën tuaj, psikiatri Thomas Verny na shpjegon: nëse një nën shtatzan përjeton stres akut ose kronik, trupi i saj prodhon hormone stresi, përfshirë adrenalinën dhe noradrenalinën, të cilat udhtojnë përmes qarkullimit të gjakut në mitër, edhe kështu shkaktojnë të njëjtën gjendje stresi edhe tek fëmia i palindur. Verny vazhdon: studimet tona tregojnë se nënat që jetojnë nën stres ekstrem dhe të vazhdueshëm kanë më shumë gjasa që të lindin foshnje para kohe dhe me peshë më të ulët se mesatarja, të pryura për hiperaktivitet, nervozizëm dhe dhimbje barku. Në rastet më të rënda, këto foshnje mund të lindin me shenja të dukshme stresi. Për shembull, me gishtin e madh të thithur deri në rëndim apo edhe me ulçera. Bruce Lipton thekson rëndësinë e asaj që ai e quan prindërim i ndërgjegjshëm. Pra, prindërim me vetëdije të plotë se që nga periudha para konceptimit deri në zhvillimin pas lindjes, shëndeti dhe formimi i fëmijës ndikohet thellësisht nga mendimet, qëndrimet dhe sjelljet e prindërve. Ai shpjegon: prindrit që nuk dëshironin të kishin fëmijë, prindrit që janë vazhdimisht të shqetësuar për mbijetesën e tyre dhe atë të pasardhësve, apo gratë që përjetojnë abuzim fizik dhe emocional gjatë shtatzanisë, të gjitha këto paraqesin situata ku sinjalet e pafavorshme të mjedisit që e rrethojnë nënën mund të transmetohen fëmijëve dhe pasardhësve të tyre. Duke pasur parasysh që emocionet mund të komunikojnë biologjikisht dhe
që 3 breza ndajnë të njëjtin mjedis biologjik të mitrës, imagjinoni këtë skenar. 1 muaj përpara se nëna juaj të lindte, gjyshja juaj mori lajmin shkatërrues se burri i saj ishte vrarë në një aksident. Me një fëmijë të vogël që priste të vinte në jetë dhe me pak hapësirë për të shprehur pikëllimin, gjyshja juaj ka shumë gjasa ta ketë zhytur dhimbjen dhe trishtimin e saj brëndra trupit që atë çast ndante me vajzën dhe me nipin e saj. Ju edhe nëna juaj, në një nivel të thellë biologjik, do ta kishit ndjera të pikëllim nga një vend i brendshëm që të 3 e ndanit. Është pikërisht brenda këtij mjedisi të përbashkët ku stresi mund të shkaktojë ndryshimin në ADN-n tonë. Në seksionin vijues do të shohim më qartë se si traumat në historitë tona familjare mund të ndikojnë mbi gjenet tona. Epigjenetika. Puna e Bruce Lipton mbi kujtesën qelizore ka paraprirë dhe ka mbështetur në fushën e zhvillimit të epigjenetikës, e cila është shkenca që studion ndryshimet e trashëgueshme në funksionin e gjeneve, por pa pasur nevojë për ndryshimin në sekuencën e ADN-s. Fillimisht besohej se trashëgimia jon gjenetike transmetohej vetëm nëpërmjet ADN-s kromozomale që marrim nga prindrit tanë. Por sot, me një kuptim më të gjerë dhe shumë më të thellë të gjenomit njerëzor, shkencëtarët kanë zbuluar diçka të habitshme. ADN-ja kromozomale, e cila është përgjegjëse dhe përcakton tiparet tona fizike, si ngjyra e flokëve, e syve apo e lëkurës, në të vërtetë përbën më pak se 2% të ADN-s ton totale. Pjesa tjetër, rreth 98%, përbëhet nga ajo që quhet ADN jo koduese, e cila është përgjegjëse dhe luan një rol thelbësor në trashëgiminë e tipareve tona emocionale, të sjelljes dhe të personalitetit. Pjesa tjetër përbëhet nga mekanizma të tjerë rregullues që veprojnë si çelësa ndezës ose si çelësa fikës për gjene të caktuara. Kjo do të thotë se përvoja e jetuar, veçanërisht ajo stresuese apo traumatike, mund të ndikojë tek gjeneratat e ardhshme jo përmes ndryshimeve të vetë kodit gjenetik, por përmes mënyrës se si lexohet dhe shprehet ky kod. Për një kohë të gjatë, shkencëtarët e quanin këtë pjesë të gjenomit ADN e pavlerë, duke menduar se ajo ishte e padobishme. Por, kërkimet e fundit tregojnë të kundërtën. Ajo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Një fakt interesant është se përgjigjja e ADN-s jo koduese rritet me kompleksitetin e organizmit, ku njerëzit kanë përqindjen më të lartë. Sot, dihet se ADN-ja jo koduese ndikohet nga faktor mjedisor, ku përfshihet ekspozimi ndaj toksinave, ushqimi i pamjaftueshëm, si dhe emocionet stresuese. Kur ndikohet nga këta faktor, ajo transmeton informacion që po na përgatit për jetën jashtë mitrës, duke na pajisur me tipare të caktuara që na ndihmojnë të përshtatemi me mjedisin tonë. Sipas Rachel Yehuda, këto ndryshime epigjenetike na përgatisin biologjikisht për të përballur me traumat që kanë përjetuar prindrit tanë. Në këtë mënyrë, në përgatitje për stresor të ngjashëm, ne vim në jetë me një grup të veçantë mjetesh për të na ndihmuar që të mbijetojmë. Nga njëra anë, kjo është diçka pozitive. Ne lindim me një grup aftësisht të brendshme, një lloj rezistence mjedisore, ashtu siç e quan Yehuda, që na ndihmon të përshtatemi me situata stresuese. Por, nga ana tjetër, këto përshtatje të trashëguara mund të kenë edhe pasoja negative. Për shembull, fëmia i një prindi që ka kaluar fëmijërinë
ose që ka jetuar në një zonë lufte, mund të trashëgojë një impuls të menjëhershëm për të tërhequr apo për të friksuar nga zhurmat e forta të papritura. Ky reagim do të ishte mbrojtës në një situatë reale rreziku, në një rast kërcënimi me bombë ose edhe në një shpërthim bombe. Edhe pse ky instinkt do të ishte mbrojtës, një reagim i tillë befasues mund ta mbajë një person në një gjendje shumë reaktive edhe atëherë kur nuk ka rrezik. Kjo gjendje përbën një mospërputhje midis gatishmërisë epigjenetike të fëmijës dhe të mjedisit aktual. Një mospërputhje e tillë mund ta predispozojë individin për zhvillimin e çrregullimeve të stresit dhe të sëmundjeve në një fazë të mëvonshme të jetës. Këto ndryshime adaptive shkaktohen nga sinjalet kimike në qeliza, të cilat janë të njohura si etika epigjenetike. Këto etika ngjiten në ADN dhe i tregojnë qelizës nëse duhet të aktivizojë apo të heshtë një gjend të caktuar. Jehuda shpjegon: ka diçka në mjedisin e jashtëm që ndikon në mjedisin e i brendshëm. Edhe pa e kuptuar, një gjend fillon të funksionojë ndryshe. Pra, vetë sekuenca ADN-s nuk ndryshon. Ajo që ndryshon është shprehja e gjeneve për shkak të këtyre etiketave epigjenetike. Kërkimet shkencore kanë treguar se këto etiketa luajnë një rol të rëndësishëm në mënyrën se si ne e përjetojmë dhe rregullojmë stresin më vonë gjatë jetës sonë. Shkencëtarët besonin se efektet e stresit u fshin në qelizat pararendëse dhe në qelizat vezë menjëherë pasi ndodhi fekondimi, përpara se çdo informacion epigjenetik mund të ndikonte në gjeneratën e ardhshme. Dhe kjo u bë siç fshirja e të dhënave nga një hard disk i kompjuterit. Megjithatë, studimet e reja kanë treguar se disa etiketa epigjenetike arrin që t'i shpëtojnë këtij procesi të riprogramimit. Këto etiketa jo vetëm që nuk fshihen, por në fakt transmetohen tek qelizat pararendëse të vezës dhe të spermës, ato që një ditë do të formojnë individin e ardhshëm. Etiketa më e zakonshme epigjenetike është metilimi i ADN-s, një proces që konsiston në ngjitjen e grupeve metile në një segment të ADN-s, duke penguar proteinat që normalisht lidhen me atë gjen. Si pasojë, shprehja e gjenit shtohet në heshtje ose fiket. Metilimi i ADN-s mund të ketë efekte pozitive ose negative, në varësi të gjenit që ndikohet. Kjo mund të bllokojë një gjend të padobishëm, që përndryshe do të shkaktonte probleme, por gjithashtu mund të fik një gjend të dobishëm që mbron shëndetin tonë. Kur një individ përjeton traumë ose stres të fortë, studiuesit kanë vërejtur parregullsi në këtë proces të metilimit. Këto parregullsi mund të ruhen në qelizat seksuale edhe të transmetohen tek pasardhësit, duke bartur bashkë me to edhe një predispozicion për sfida fizike ose emocionale në brezat e ardhshme. Një tjetër mekanizëm epigjenetik që luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e gjeneve është molekula e vogël jo koduese e RNA-s, e quajtur mikroRNA. Ashtu si metilimi i ADN-s, edhe këtu stresi mund të shkaktojë parregullsi në nivelet e mikroRNA-ve, duke ndikuar në mënyrën se si shprehen gjenet dhe duke kaluar efektet në disa gjenerata. Një ndër gjenet më të ndjeshme ndaj ndikimit të stresit janë gjenet CRF1 dhe CRF2. CRF1 është receptori i hormonit që çliron kortikotropin. Studimet kanë treguar se rritja e nivelit të këtyre gjeneve lidhet me depresionin dhe ankthin. Madje është dokumentuar se këto ndryshime mund të trashëgohen dhe të shfaqen
tek pasardhësit e nënave që kanë përjetuar stres të lartë gjatë shtatzanisë. Shkencëtarët vazhdojnë të zbulojnë edhe shumë gjene të tjera që mund të ndikojnë nga traumat e hershme në jetë, duke treguar se ndikimi i stresit dhe traumës në biologjinë tonë është shumë më i gjerë se sa mendohej më parë. Studimi historik i realizuar nga Yehuda në vitin 2005 solli një ndërgjegjësim të thellë mbi idenë se modelet e stresit mund të transmetohen nga nëna shtatzan tek fëmija i saj. Gratë shtatzëna në 3 mujorin e 2 ose të 3 të shtatzanisë, që ndodheshin në afërsi të qendrës botërore të tregtisë gjatë sulmeve të 11 shtatorit në New York, dhe që më pas zhvilluan çrregullimin e stresit post-traumatik, lindën fëmijë me nivele të ulta të kortizolit. Këta fëmijë gjithashtu shfaqën një ndjeshmëri të shtuar ndaj stimujve të rinj, duke treguar shenja shqetësimi më të theksuara. Kur nivelet e kortizolit janë të ulta ose të dëmtuara, aftësia jonë për të rregulluar emocionet dhe për të përballur stresin komprometohet në mënyrë të ndjeshme. Për moshën e tyre gestacionale, këto foshnjë ishin gjithashtu më të vogla. Yehuda dhe ekipi i saj sugjeruan se rezultatet e studimit të lidhur me ngjarjet e 11 shtatorit ka shumë të ngjarë që të jenë pasojë e mekanizmave epigjenetik. Ata identifikuan 16 gjene që shfaqnin modele të ndryshme shprehjeje tek individët që zhvilluan çrregullime të stresit post-traumatik pas sulmeve të 11 shtatorit, në krahasim me ata që nuk e zhvilluan këtë çrregullim. Në gusht të vitit 2015, një studim i botuar në revistën Psikiatria Biologjike tregoi diçka mahnitëse. Studiuesja Yehuda dhe ekipi i saj në spitalin Mount Sinai të New Yorkut zbuluan se ndryshimet në gjene mund të kalojnë nga prindrit tek fëmijët. Ata analizuan një pjesë të veçantë të një gjeni i cili lidhet me mënyrën se si trupi ynë reagon ndaj stresit. Rezultatet treguan se hebrejt që kishin përjetuar traumën e Holokaustit dhe fëmijët e tyre kishin modele gjenetike të ngjashme. Në mënyrë të veçantë, të dy palët, si prindi dhe fëmija, kishin shenja të njëjta epigjenetike, si një lloj vule biologjike që mbetet në gjene pas një përvoje të fortë emocionale. Kur krahasuan këto të dhëna me familje hebreje që kishin jetuar jashtë Europës gjatë luftës së dytë botërore, studiuesit zbuluan se ndryshimet gjenetike tek fëmijët mund t'i atribuoheshin vetëm traumës që kishin përjetuar prindrit e tyre. Sot, edhe shumë studime të tjera e mbështesin këtë ide. Përvoja traumatike të prindërve ndikojnë në mënyrën se si shprehen gjenet dhe në mënyrën se si fëmijët reagojnë ndaj stresit. Në një artikull të botuar në JAMA Psikiatri në shkurt të vitit 2014 me titull Mekanizmat epigjenetik të depresionit, Dr. Eric Nestler shkroi: ngjarjet stresuese të jetës mund të ndryshojnë ndjeshmërinë ndaj stresit edhe në gjeneratat e ardhshme. Një tjetër shembull vjen nga nënat shtatzane që përjetuan traumën e 11 shtatorit. Ato që zhvilluan çrregullime të stresit post-traumatik lindën fëmijë me nivele të ulta të kortizolit, hormoni që ndihmon trupin të përballojë stresin. Këta fëmijë reagonin më fort ndaj zhurmave, njerëzve të panjohur dhe mjediseve të reja. Një studim në Angli gjeti diçka të ngjashme. Problemet emocionale dhe të sjelljes tek fëmijët ishin gati 2 herë më të zakonshme kur nënat kishin përjetuar ankth gjatë shtatzanisë. Trauma ka fuqi që të arrijë nga e kaluara dhe të marrë viktima të reja, shkruan psikiatri varësive Dr. David Sack.
në revistën Psikologjia Sot. Ai shpjegon se fëmijët e një prindi që lufton me çrregullimin e stresit post-traumatik, ndonjëherë mund të zhvillojnë stresin e tyre post-traumatik, e njohur si stresi post-traumatik dytësor. Sipas tij, rreth 30% e fëmijëve, të cilët kanë një prind që ka shërbyer në Irak ose Afganistan dhe kanë zhvilluar stresin post-traumatik, luftojnë me simptoma të ngjashme. Trauma e prindit, thot ai, bëhet trauma e vetë fëmijës. Çështjet e sjelljes dhe emocionet e fëmijës shpesh pasqyrojnë ato të prindit. Për shembull, fëmijët me njërin prej prindërve që është traumatizuar gjatë gjenocidit kambodgjan, priren të vuajnë nga depresioni dhe ankthi. Në mënyrë të ngjashme, edhe fëmijët e veteranëve australian të luftës së Vietnamit kanë shkallë më të lartë të vetvrasjeve sesa popullata e përgjithshme. E njëjta prirje shihet edhe tek të rinjt vendas amerikan që jetojnë në rezervate indigjene, të cilat kanë shkallën më të lartë të vetvrasjeve në të gjithë hemisferën perëndimore. Në disa pjesë të vendit, kjo normë është 10 deri në 19 herë më e lartë se ajo e të rinjve të tjerë amerikan. Albert Bender, historiani dhe avokati Cherokee, i njohur për punën e tij në fushën e ligjit vendas amerikan, sugjeron se trauma ndërbreznore, e cila ishte e ndjerë nga të gjithë popujt vendas, por veçanërisht nga të rinjt indigjen, është rezultati politikave historike të gjenocidit. Këto përfshin masakrat e shumta, zhvendosjet e detyruara dhe fushatat ushtarake, të cilat vazhduan deri në fund të shekullit 19, duke kulmuar me masakrën e gjurit të plagosur në vitin 1890. Ai beson se pikëllimi i akumuluar ndërbreza është një nga faktorët kryesor që nxit këto vetvrasje. Të gjitha këto kujtime, thot Bender, jehojnë ende në mendjet e të rinjve tanë, në një formë apo në një tjetër. Ai raporton se të rinjt po e varin veten në një shkallë kaq të lartë sa një javë pa vetvrasje tashmë konsiderohet si një bekim për shumë rezerva. Një studim i kryer në Universitetin e Harvardit vërteton pretendimin e Albert Benderit se të rinjt po rijetojnë të kaluarën përmes simptomave të tyre. Ai beson se kërkimet epigjenetike më në fund kanë filluar të japin prova të qarta se trauma ndërbreznore nuk është vetëm një koncept teorik, por është një fenomen i vërtet biologjik. Është një fenomen real. Të rinjt vendas amerikan, sikurse edhe fëmijët e veteranëve të luftës, fëmijët e të mbijetuarve të Holokaustit, fëmijët e të mbijetuarve të gjenocidit kambodgjan, si dhe fëmijët e të mbijetuarve të sulmit të qendrës botërore të tregtisë, përbëjnë viktimat më të reja të traumave transgenerative, plag që kalojnë nga njëri brez në tjetrin. Në mënyrë alarmante, kjo listë vazhdon të zgjerohet. Dhuna, luftrat dhe shtypja shoqërore vazhdojnë të mbjellin faret e traumës së trashëguar, ndërsa të mbijetuarit, shpesh, pa e kuptuar, u transmetojnë përjetimet e tyre brezave pasardhës. Një rast tjetër domethënës është Ruanda, ku rreth 800.000 njerëz u vranë në vetëm pak muaj. Shumë të rinj që kanë lindur pas këtij gjenocidi të vitit 1994, të cilët nuk e kanë përjetuar vetë gjenocidin, tregojnë të njëjtat simptoma të stresit post-traumatik, sikurse dhe ata që ishin dëshmitar të masakrave. Të rinjt ruandez
raportojnë ankth të fortë, frikë të pashpjegueshme, madje edhe vizione obsesive, të ngjashme me tmerret që ka ndodhur përpara se ata të lindnin. Është një fenomen që pritej, shpjegon psikiatri Nason Munjandamutsa. Gjithçka që nuk thuhet, transmetohet. Madje edhe fëmijët, familjet e të cilave nuk u prekën drejt për drejt nga dhuna, duket se ndikohen nga ajo që psikiatri Ruta Kaile Bizodza e përshkruan si një ngjitje në ndërgjegjen kolektive, një formë e padukshme e trashëgimisë emocionale që kalon në mënyrë të heshtur nga njëri brez tek tjetri. Në përputhje me këtë, studiuesja Jehuda konstaton se fëmijët e nënave të prekura nga stresi post-traumatik kanë 3 herë më shumë gjasa të diagnostifikohen me të njëjtin çrregullim në krahasim me fëmijët e nënave të cilat nuk e kanë përjetuar atë. Jehuda zbulon gjithashtu se fëmijët e të mbijetuarve të njëjit prej prindërve që kanë vuajtur nga çrregullimi i stresit post-traumatik kanë 3 deri në 4 herë më shumë gjasa që të përballen me depresionin, ankthin apo abuzim me substanca. Ajo dhe ekipi i saj kanë vënë re se lloji i simptomave që shfaqnin fëmijët mund të ndryshojë në varësi të faktit nëse ishte nëna apo babai ai që i përjetoi stresin post-traumatik. Sipas studimeve të saj, stresi post-traumatik i trashëguar nga babai rrit gjasat që një fëmijë të ndjehet i shkëputur nga kujtimet e veta, sikurse një pjesë e jetës emocionale të jetë e ngrirë. Ndërsa çrregullimi i stresit post-traumatik i nënës lidhet më shumë me vështirësinë e fëmijës për të qetësuar emocionalisht. Ata janë më të ndjeshëm, më të shqetësuar dhe shpesh reagojnë më fort ndaj stresit. Në mënyrë të veçantë, Jehuda raporton se fëmijët e baballarëve me çrregullime të stresit post-traumatik janë më të prirur ndaj depresionit dhe përgjigjeve kronike të stresit, ndërsa e kundërta duket të jetë e vërtetë për fëmijët e nënave që kanë vuajtur nga njëjti çrregullim. Jehuda gjithashtu thekson se nënat që i mbijetuan holokaustit shpesh jetonin me frikën e ndarjes nga fëmijët e tyre. Dhe pasardhësit e tyre shpesh ankoheshin se nënat ishin tepër të lidhura, mbrojtëse dhe të shqetësuara. Ajo beson se stresi shkakton modifikime epigjenetike, ndryshime që ndodhin në nivelin e gjeneve, por pa ndryshuar vetë ADN-n. Sipas saj, këto ndryshime, pra modifikimet epigjenetike që trashëgojmë nga baballarët tanë, ndodhin përpara konceptimit dhe transmetohen në spermën e baballarëve tanë, ndërsa tek nënat mund të ndodhin para ose gjatë shtatzanisë. Jehuda thekson edhe një detaj tjetër të rëndësishëm. Mosha e nënës në momentin e traumës luan një rol thelbësor në atë që ajo transmeton tek fëmijët e saj. Për shembull, fëmijët e të mbijetuarve të holokaustit trashëguan ndryshimin në një enzim të caktuar, që shndërron kortizolin aktiv në kortizol jo aktiv, dhe këto ndryshime varen nga mosha e nënës gjatë periudhës së traumës. Nëse nëna ishte më e re gjatë holokaustit, efekti biologjik mbi fëmijën ishte ndryshe nga ai i nënave që ishin më të rritura në atë kohë. Por ndikimi i traumës nuk ndalet vetëm tek fëmijët. Sipas kërkimeve të saj, çrregullimet e stresit post-traumatik i përjetuar nga një gjysh mund të ndikojë edhe tek niprit dhe tek mbesat, duke vazhduar në një spiral të padukshme ndërbreznore. Kjo
u pa edhe në rastin e Gritshën, ku trauma e lidhur me luftën u reflektua tek brezi i tretë i familjes së saj. Traumat nuk lindin vetëm nga lufta. Çdo ngjarje e fortë që prish ekuilibrin emocional të një familjeje, si një krim, një vetvrasje, një humbje e papritur apo një vdekje e hershme, mund të lërë pas gjurmë të thella të cilat përsëriten në brezat pasardhës. Psikiatri David Sack e përmend këtë me një fjali tronditëse. Trauma udhton nëpër shoqëri ashtu siç udhton nga një brez në tjetrin. Trashëgimia epigjenetike. Vetëm në vitet e fundit, shkencëtarët kanë filluar të kuptojnë me të vërtetë proceset biologjike që ndodhin kur trauma trashëgohet nga një brez në tjetrin. Për ta studiuar këtë fenomen, ata janë drejtuar studimeve me kafsh, veçanërisht me minj, sepse njerëzit dhe minjt ndajnë një plan gjenetik jashtëzakonisht të ngjashëm. Rreth 99% e gjeneve të njerëzve kanë homolog tek minjt. Kjo ngjashmëri e madhe gjenetike u jep studiuesve mundësinë që të shohin se si stresi dhe trauma mund të ndikojë tek pasardhësit. Një dritare e çmuar për të kuptuar se çfarë ndodh tek ne njerëzit. Këto eksperimente kanë një avantazh tjetër të madh. Jetëgjatësia e shkurtër e minjve. Një brez i ri lind çdo 12 javë, që do të thotë se studimet shumë breznore mund të japin rezultat në një kohë shumë më të shkurtër. Diçka që tek njerëzit do të zgjaste ndoshta 50 deri në 60 vjet. Sot, shkencëtarët kanë vërtetuar se ndryshimet kimike në gjak, në tru, në vezë dhe në sperm mund të lidhen me sjellje të caktuara, siç është ankthi apo depresioni, të cilat shfaqen në brezat pasardhës. Për shembull, në disa eksperimente, stresi i ndarjes nga nëna është provuar të ndryshojë shprehjen e gjeneve për të paktën 3 breza me radhë. Në një nga këto studime, femrat u penguan të ushqenin të vegjëlit e tyre për rreth 3 orë çdo ditë, gjatë 2 javëve të para të jetës. Më vonë, pasardhësit e tyre shfaqën sjellje të ngjashme me depresionin tek njerëzit, dhe simptomat u përkeqësuan me kalimin e moshës. Edhe më interesante është se disa nga meshkujt nuk shfaqnin vetë këto sjellje depresive, por i transmetonin epigjenetikisht ndryshimet e sjelljes tek vajzat e tyre. Kjo tregon se trauma mund të kalojë në mënyrë të heshtur përmes ndryshimeve në ADN, pa qenë nevoja që pasardhësi ta përjetojë vetë stresin. Studiuesit zbuluan gjithashtu edhe ndryshimet të metilimit dhe të shprehjes së gjeneve tek minjtë e stresuar. Ndër gjenet e përfshira ishte edhe gjeni CRF2, i cili rregullon ankthin si tek minjt ashtu edhe tek njerëzit. Por, ndikimi i stresit nuk kufizoi vetëm te gjenerata e parë. Qelizat germinale, do me thënë vezët dhe qelizat e spermës, si dhe truri i pasardhësve, u prekën gjithashtu nga trauma e ndarjes nga nëna. Në një eksperiment tjetër, minjt që morën kujdes më të ulët nga nënat e tyre, u rritën më të shqetësuar dhe më të ndjeshëm ndaj stresit se sa ata që morën kujdes më të lartë prindëror. Edhe ky model stresi vazhdoi të përsëritej në disa breza radhasi. Është e njohur tashmë që foshnjat e ndara nga nënat e tyre përjetojnë vështirësi emocionale. Në studime të tjera, të kryera me minj meshkuj, pasardhësit e tyre shfaqen rritje të ndjeshmërisë ndaj stresit gjatë gjithë jetës. Dhe kjo u përsërit në breza të shumt. Një nga studimet më të njohura u krye në Institutin e Kërkimeve të Trujit në Universitetin e Zürichut në vitin 2014. Atje, studiuesit i ekspozuan minjt meshkuj
ndaj periudhave të përsëritura dhe të zgjatura të stresit intensiv, duke i ndarë nga nënat e tyre që në fëmijëri. Më vonë, këta mijë shfaqen simptomat të qarta të depresionit dhe ankthit. Por pjesa më e habitshme ishte kjo. Kur këta mijë të traumatizuar u shumuan, pasardhësit e tyre në gjeneratën e dytë dhe të tretë shfaqen të njëjtat simptoma, edhe pse nuk e kishin përjetuar kurrë vetë traumën. Ky fakt tregon se trauma mund të lërë shenja biologjike që kalojnë përmes brezave. Edhe këto mund t'i lënë duke ndikuar në mënyrën se si ne reagojmë ndaj stresit, pa qenë nevoja që të përjetojmë vetë shkakun e dhimbjes. Ky fakt tregon se trauma mund të lërë shenja biologjike që kalojnë përmes brezave, duke ndikuar në mënyrën se si ne reagojmë ndaj stresit, pa qenë nevoja që ta përjetojmë vetë shkakun e dhimbjes. Studiuesit kanë zbuluar diçka vërtet befasuese. Një numër anormalisht të lartë të mikro-RNA-ve, materialet e vogla gjenetike që rregullojnë mënyrën se si shprehen gjenet, ishin të pranishëm në spermën, në gjakun dhe në hipokampin e mijëve që kishin përjetuar trauma. Këto ndryshime u gjetën veçanërisht në hipokampus, një zonë e trurit që luan rol kryesor në përgjigjen ndaj stresit dhe në formimin e kujtesës emocionale. Por, ajo që i habiti më shumë shkencëtarët ishte fakti se nivele jo normale të mikro-RNA-ve u gjetën edhe tek pasardhësit e këtyre mijëve dhe në gjeneratën e dytë. Pra, edhe pse brezi i dytë, që nuk e kishte përjetuar kurrë vetë traumën, shenjat biologjike të stresit ishin të pranishme në trupin e tyre. Në mënyrë intriguese, mijët e gjeneratës së tretë, pra stërniprit, vazhduan të shfaqin të njëjtat simptomat të traumës, si ankth, frikë e shtuar dhe sjellje tërheqjeje. Megjithatë, në trupat e tyre nuk u gjetën nivele të larta të mikro-RNA-ve, gjë që i çoi studiuesit të mendojnë se efektet e një traume të vetme mund të shprehen për 3 breza, por ndoshta ndalen pas kësaj periudhe. Neuroshkencëtarja Isabel Mansu nga Universiteti i Zürichut thotë: me këtë çrregullim të mikro-RNA-ve në sperm, ne kemi identifikuar një nga faktorët kryesor biologjik përmes të cilit trauma mund të transmetohet nga njëri brez tek tjetri. Ekipi i saj, që bashkautoroi këtë studim, tani po heton rolin e mikro-RNA-ve në trashëgimimin e traumës tek njerëzit, në fushën e re që po hap horizonte të mëdha në kuptimin e shëndetit mendor dhe biologjisë familjare. Ajo që e bën këtë hulumtim aq magjepës është fakti se për herë të parë shkenca mund të vërtetojë biologjikisht se sfidat, dhimbjet dhe traumat e përjetuara nga një brez nuk zhduken me kalimin e kohës, por mund të bëhen pjesë e trashëgimisë biologjike që u kalon brezave pasardhës. Duke parë implikimet e kësaj zbulese, lind një pyetje e thellë. Çfarë po transmetojmë në të vërtetë fëmijëve tanë? A janë vetëm tiparet, si sytë dhe ngjyra e flokëve? Apo edhe trazia të pashëruara emocionale që na kanë ndjekur ndër breza? Në vitin 2013, në shkollën e mjekësisë të Universitetit Emory, u krye një studim mahnitës mbi trashëgiminë e kujtimeve traumatike, që përfshinte pasardhësit e mijëve meshkuj të stresuar. Ky studim tregoi se kujtimet e frikës mund të kalojnë nga një brez në tjetrin përmes ndryshimeve epigjenetike që ndodhin në ADN. Pra, në mënyrën se si gjenet tona aktivizohen apo heshten pas përvojave të forta emocionale. Në eksperiment,
një grup mish u trajnuan të kishin frikë nga një aromë e ëmbël, e ngjashme me lulet e qershisë, e quajtur acetofenon. Sa herë që mint e nuhasnin këtë aromë, ata merrin një goditje të lehtë elektrike. Pas disa përsëritjesh, trupi dhe truri i tyre ndryshuan. Ata zhvilluan më shumë receptorë të nuhatjes që lidheshin me atë aromë, dhe zonat e trurit që përpunojnë nuhatjen u zgjeruan. Studiuesit ishin gjithashtu në gjendje që të identifikonin ndryshimet në spermën e mijve. Kur pasardhësit e tyre, brezi i dytë dhe madje edhe brezi i tretë, u ekspozuan për herë të parë ndaj aromës së luleve të qershisë, ata u friksuan menjëherë, edhe pse nuk e kishin përjetuar kurrë më parë ndëshkimin elektrik. Ata madje shfaqën të njëjtat ndryshime në tru si ai i prindërve të tyre. Kjo do të thotë se mit trashëguan jo vetëm ndjeshmërinë ndaj aromës, por edhe vetë reagimin e frikës që ishte i lidhur me atë aromë. Njëri nga studiuesit kryesor, Brian Diaz, tha: "Ka diçka në sperm që informon ose lejon atë informacion të trashëgohet tek pasardhësit. Një lloj kujtese biologjike që u tregon atyre se një mjedis i caktuar është i rrezikshëm." Ai dhe ekipi i tij vunë re metilim jo normal të ulët të ADN-s, si në spermën e mijëve të traumatizuar, ashtu edhe në spermën e pasardhësve të tyre. Një ndryshim që ndikon në mënyrën se si shprehen gjenet. Megjithatë, mekanizmi i saktë se si ruhen këto përvoja në ADN është ende në studim. Diaz e përshkroi këtë si një mënyrë që u takon paraardhësve të informojnë pasardhësit e tyre se një mjedis i caktuar përmban rreziqet që ata vetë kanë përjetuar. Ky studim ofron prova të forta dhe bindëse për atë që quhet trashëgimi epigjenetike transgenerative. Ideja se sjelljet dhe reagimet emocionale mund të kalojnë nga një brez tek tjetri jo përmes historive që tregojmë, por përmes vetë trupit ton. Dhe ky fenomen nuk kufizohet vetëm tek mit. Kur punoj me familje, në praktikën time, shpesh shoh modele të përsëritura të sëmundjeve, depresionit, ankthit, vështirësi në marrëdhënie, si dhe vështirësi ose dhe dështime të përsëritura financiare. Këto modele shpesh herë kanë rrënjë shumë të thella në ngjarje të pa eksploruara në brezat e mëparshëm. Prandaj lind pyetja: cila ngjarje e pa eksploruar në një brez të mëparshëm i shtyn sjelljet e njerëzve të mos kenë sukses? Për shembull, a është ai burri që humbet gjithçka në kumar duke ndjekur hijen e një traume të trashëguar? A është ajo gruaja që kërkon dashuri tek burra të martuar ose të vështirë, duke ndjekur pa e ditur një traumë ose një histori të harruar brenda gjakut të saj? Si janë ndikuar këta njerëz nga trashëgimia e tyre gjenetike dhe emocionale? Ndoshta në mënyra që sapo po fillojmë t'i kuptojmë. Brian Diaz dhe ekipi i tij shpresojnë që të vazhdojnë kërkimet për të zbuluar nëse efektet të ngjashme të trashëgimisë të traumave mund të vërehen edhe tek gjenet e njerëzve. Nëse kjo provohet, do të jetë një nga zbulimet më të rëndësishme të shekullit, sepse kujtimet e dhimbshme, frikat dhe traumat nuk mbarojnë me ne, por jetojnë përmes brezave. Derisa shkenca të mbledh më shumë të dhëna nga studimet njerëzore shumë brezëshe, kërkimet aktuale më kafsh na ftojnë të ndalemi për një çast dhe të reflektojmë. A është e mundur që në një farë mënyre të kemi lindur duke ndarë stresin, frikën dhe dhimbjen e prindërve dhe gjyshrëve tanë?
Ndoshta disa nga emocionet që mbajmë sot, si ankthi, pasiguria, ndjenja e fajt apo frika, ndoshta nuk janë plotësisht tonat, por janë njehon e kujtimeve që jetojnë në gjakun ton. Në një studim në vitin 2013, të botuar në revistën shkencore Psikiatria Biologjike, studiuesit Hiba Zajdan, Micah Leshem dhe Ina Geisler Salomon nga Universiteti i Haifas zbuluan diçka vërtet të jashtëzakonshme. Edhe stresi relativisht i lehtë përpara konceptimit dhe gjatë shtatzanisë ishte mjaft i rëndësishëm për të prekur pasardhësit dhe mund të ndikojë edhe tek ata. Në këtë studim, një grup minsh femra u ekspozuan ndaj një stresi shumë të vogël, si për shembull ndryshime të papritura të temperaturës. Kjo u bë me disa nga mit për gati 45 ditë pas lindjes, që për mit është e barabartë me periudhën e adoleshencës tek njerëzit. Megjithse stresi ishte minimal, efektet e tij u vunë re qartë në gjeneratën e ardhshme. Studiuesit u fokusuan tek gjeni CRF1, i cili është përgjegjës për prodhimin e një molekule të rëndësishme që rregullon reagimin e trupit ndaj stresit. Rezultatet treguan se në trupin e mijëve femra që kishin përjetuar stres, kishte sasi të shtuara të këtij produkti molekular. Pra, trupi i tyre ishte biologjikisht më i ndjeshëm ndaj stresit. Por, zbulimi më i manitshëm ishte ky. E njëjta rritje e këtij produkti u gjet në vezët e femrave të stresuara dhe më pas dhe në trurin e pasardhësve të tyre. Kjo do të thotë se informacioni biologjik i përvojës së stresit ishte transferuar përmes vezëve nga nëna tek fëmia. Një provë e qartë që kujtesa e stresit mund të trashëgohet edhe në nivelin e qelizave riprodhuese. Në thelb, studimi tregon se edhe strese më të vogla që një grua përjeton përpara se të mbetet shtatzan mund të lënë gjurmë biologjike të dukshme tek pasardhësit e saj. Një kujtesë e fortë se trupi mban mend, madje edhe përpara se jeta e re të fillojë. Studiuesit theksojnë se sjellja e ndryshuar e mijëve të porsalindur nuk kishte lidhje me mënyrën se si nëna i kishte rritur apo ishte kujdesur për ta. Ky zbulim sugjeron diçka thellësisht tronditëse. Edhe nëse njerëzit të rriten me prindër të dashur, të kujdesshëm dhe mbështetës, ata mund të mbartin brenda vetes stresin të cilin prindrit e tyre e kanë përjetuar përpara se të konceptoheshin apo të lindnin. Me fjalë të tjera, trupi ynë mban kujtimet e traumave që ndodhen përpara ekzistencës sonë. Në kapitullin tjetër, do të eksplorojmë se si vëllezërit dhe motrat ndonë se lindin nga të njëjtët prindër, dhe rriten në të njëjtin ambient dhe me të njëjtën mënyrë edukimi, mund të trashëgojnë trauma të ndryshme dhe të ndërtojnë jetë krejtësisht të kundërt. Një tjetër studim, i kryer me mint, në vitin 2014, në Universitetin e Lethbridge në Kanada, zbuloi diçka po aq të habitshme. Këtë herë, studiuesit shqyrtuan efektin e stresit tek nënat shtatzan dhe ndikimin e tij në linjet e parakohshme. Rezultatet ishin të qarta. Nënat që kishin përjetuar stres gjatë shtatzanisë lindën më herët se normalja. Pra, patën linje të parakohshme. Dhe ajo që është më befasuese është se vajzat e tyre kur u bën vetë nëna, patën gjithashtu shtatzanim më të shkurtra. Madje, mbesat e këtyre nënave përjetuan shtatzani edhe më të shkurtra se sa gjeneratat para tyre. Por, ajo që habiti më shumë shkencëtarët ishte fakti që edhe kur nënat e brezit të dytë nuk kishin përjetuar stres, vajzat e tyre
Pra, gjenerata e tretë përsëri kishin shtatzanim më të shkurtra. Do me thënë, edhe mbesat e gjysheve të stresuara kishin shtatzanim më të shkurtra edhe atëherë kur nënat e tyre nuk kishin qenë të stresuara. Ky efekt dukej se forcohej dhe thelloi me çdo brez. Gerlin Metz, autorja kryesore e studimit, shpjegon: një nga zbulimet më befasuese ishte se edhe stresi më i lehtë ose mesatar gjatë periudhës së shtatzanisë kishte një efekt të ndërlikuar ndër breza. Efektet e stresit rriteshin me çdo gjeneratë. Sipas saj, këto ndryshime ndodhin për shkak të modifikimeve epigjenetike të shkaktuara nga molekulat jo koduese të mikroRNA-s, të cilat ndikojnë në mënyrën se si gjenet tona shprehen pa e ndryshuar beta-ADN-n. Këto gjetje, thot Metz, kanë implikime të rëndësishme për njerëzit, dhe veçanërisht për gratë që mund të jenë në rrezik ose në komplikime gjatë shtatzanisë së lindjes, si pasojë e stresit të trashëguar ndër breza. Duke pasur parasysh se një brez tek njerëzit zgjat rreth 20 vjet, studimet që përfshin shumë gjenerata njerëzore kërkojnë kohë të gjatë për të përfunduar. Pra, rezultatet përfundimtare janë ende në pritje. Megjithatë, hulumtimet mbi kafshët kanë dhënë tashmë prova të forta. Ato tregojnë se stresi mund të transmetohet përmes të paktën 3 brezave të mijve. Dhe kjo ka çuar studiuesit në përfundimin se edhe tek njerëzit, fëmijët e lindur nga prindër që kanë përjetuar trauma apo ngjarje stresuese mund të trashëgojnë këto ndikime, jo vetëm ata, por dhe niprit e mbesat e tyre. Në një mënyrë të çuditshme dhe domethënëse, Bibla duket se ka parashikuar këtë fakt shumë kohë më parë. Pra, se mëkatet, paudhësitë apo pasojat e prindërve mund të ndikojnë tek fëmijët deri në brezin e 3 dhe të 4. Në numrat 14-18 thuhet: Zoti është i ngadalshëm në zemërim dhe i mbushur me dashuri të pashtershme, duke falur çdo lloj mëkati dhe rebelimi. Por ai nuk e shfaqson fajtorin. Ai vendos mëkatet e prindërve mbi fëmijët e tyre. E gjithë familja është e prekur, madje edhe fëmijët e brezit të 3 dhe të 4. Ky varg, në mënyrë simbolike, përputhet me atë që sot shkenca moderne po zbulon. Se pasojat e dhimbjes, frikës dhe traumës mund të udhëtojnë nëpër gjenerata duke ndikuar tek ata që ende nuk kanë lindur. Ndërsa epigjenetika vazhdon të zbulojë mekanizmat e kësaj trashëgimie të padukshme, shkenca po afrohet gjithnjë dhe më shumë me shpirtin njerëzor. Tashmë po kuptohet se mendimet tona, imazhet e brendshme dhe praktikat e përditshme, si meditimi dhe vizualizimi pozitiv, kanë fuqi që të ndikojnë në mënyrën se si shprehen gjenet tona. Kjo do të thotë se ashtu siç mund të trashëgojmë plagët emocionale të parëve tanë, ne mund të fillojmë të shërojmë ato duke ndryshuar mënyrën se si trupi ynë reagon dhe transmeton stresin. Në kapitullin vijues do të zbulojmë më thellë se si ndodh ky proces i transformimit gjenetik përmes mendimit dhe ndërgjegjes.